Shikues të dashur, mirë se erdhët në episodin e radhës të Shok Podcastit me mu Fisën. Që kë epizod ka me zgatë sot 250 bërtis. Sepse me neve është njeri që e ka pru crossfitin në Kosovë. Me kamjen e ka nisë dhe e ka pru. Ja po bëjna e gore, është treneri i crossfitit dhe themeluesi i fitboxit. Një shok i mirë jemi, bicepsin e ka 56 cm të gjanë. Ben Clementi, Ben. Mirë se ju gjeta fes, faleminderit shumë për ftesën. Po në nuk është mirë se herë dhe ka dalë të bukutër. Që vje veçi? Mirë. Që është vogalen? Poj, mirë. Po ecim disi. Ben, na që të njohëm, e dina që jeni person shumë, do më thonë, me vlera edhe ajo që të bën është një sakrificë shumë e madhe dhe e ke pru një frymë të re në tregun e Kosovës dhe të Prishtinës pra të crossfitit. Po që apo më intereson është kur ka qenë do me thonë piknisja e saj dhe kur ka qenë momenti që ka thonë po du me hi? Që pas pari s'kisha me thonë që kemi pru një frymë, u kanë edhe ma heret, po kena kontribu me u zhvillu kjo frymë, një kontribut ka gjatë madhë, të marrë parasysh që kemi bo një punë palodhshme edhe shumë intenzive për me arrit me kriju një komunitet edhe për me bo sa ma shumë dashamir të crossfitit që njëkohësisht na ka nimu që neve me u zhvillu edhe si biznes edhe njëkohësisht si komunitet që çdo herë është në rritje. Dashamir të crossfitit jo mbo shumë, po ako dashamir edhe të burpees. A ketja ka një natë? Ja, kryesisht shumë ju rrejnë. E pëse do me thonë, kër të vënohet na i klient, është të me bu burpees? Ato e kena kështu si dënim, apo si penalti, varësisht sa minuta është vënu. Penalti ata qashtu edhe ka. Penalti. Ati po dhu penalti, kështu dënim. Po, ato penalti me ndispresun e me shutu, për shkak se kam qef sa ma shumë regull me pas. Cili është persone që vënohet mas shumë të jo, edhe sa mas shumë të i ka bodi kështë burpees për shkak të vënesës? Me emën me përmen? Po mëre përmen e që po konë, tash momentalisht nështë nuk ka, po është një varë shehollë nëse e dini, a i ka hongër burpees kur u vënu, qysh fillim, njëkohësisht kur e ka prish qetësin, edhe në fund gjatë zgjatjeve, apet së shduru pa fol, edhe në zgjatje ka hongër burpees. E ka rekordin, a? Po. Sa po dhuj që i ka po mrena ditën? Ja, nuk e di, mëret me baj gjithë, e ka si shprehi bombe edhe thot kërkush ma shumë se në burpees nuk ka bo. A mo për një me, unë më neqë edhe kur i dënën, të dyshuri të i shti me bo mirë, të shka se sa ma shumë burpees, ashtë ma interesant. Po aj që e kupton, po. Po, që nuk jenë dënime edhe të këshia, dhe pëse nashta në qatë moment pak ju hidhet me të shojt. Ja, është dënim i mirë. Ben, e pëse Clementi bret? A kim bjam një Clementi ajo? Fisi Kelment, Clementi është i pari i Kelmendve. Po. Ate e ki do më thonë Ben Kelmendi, e ke këpin Clementi? Clement, po. A ki vish Ben Arben? Arben. Okej, do më thonë e ka prejshat orë. A për të na e që ju konë Ben e jetësën vetë. Po. Të se e vetë për e ki motorin. Ben, Arben. Po. Kalëzëm qysh u kom procese për mu licensu crossfitet, pra, do më thonë, kena me folë edhe për qysh ka ordet e ideja me themelu fitboxin, po qysh ka procese, a je shku në Los Angeles më s'ga bufsha? Jo, kjo është... Jo, kështë këtë gabim e këtë. Ja, kjo me Evropë, kemi shku në Rotterdam, është ai trajnimi, apo që quhet edhe në CrossFit si oficial që është seminari, që mbahet 2 ditë, edhe aty flasim për metodologjinë dhe njëkohësisht një pasqyre, edhe në fund është ai testimi që bëhet, që i nështrohesh edhe që ta japin certifikatën në momentin që i kryen krejtos. Po bëhet certifikatë për ty si person, po më intereson fitboxi, është në webfaqe të crossfit.com, është si affiliate, do më thonë si franchise bezojna. Po, dhe për me pas franchise, dush mas pari me kanë ti i certifikum. Treneri. Po, du të me pas një trener certifikum, në mënyrë që me hap një affiliate, apo një A paguhet në i sen për qëta? Po është ajo fija mujore. Sa është fija mujore?
tash saktësisht një fillim u konë 4.000 euro Mujore? viti. A viti, Viti, kështu që ti ke mujt me mba mënyrë parciale apo edhe me pagesë me një herë. Me këste. Po me këste apo Do më thonë në CrossFit. Po tash është nër 4.000 diçka. Në CrossFit nuk ekziston kjo që si trenerat personal fitness, që kur e ki trupin e mirë mundesh më bë trener. Nuk mundesh ra. Jo, janë disa parakushte që duhet me i plotësu për me ardhë edhe me kanë pjesë e CrossFitit, me kanë CrossFit trainer apo CrossFit level 1 apo nivelin Pse bën këtë trenerat të thojnë ha file pule për dietë. Dyshysh krete kanë file pule dhe orez. A vetëm është dyshysh. Se ti je vegetarian duket. Po. E çka han ti që i mos ta muskë? Unë më i me thonë file pule, po nuk File tham. pule është klubet. File pule të sojës. Unë kryesisht përdori Qa han ti? ato për karbohidrate përdori orizin, kuskusin, patatet, ndërsa për në protein kryesisht e përdori sojen, përdori dhe produktet e Djallën e këto i han, a? po produktet A ke shazore. hongër dhe që s'ka vizë tinza? Për diment. Jo, kanja 12 vjetë 13 që so. Për zot. Pleska vit. E kur të kalem kështu ka që baptore dhe atë hidhet me hi? Jo, ju ngërdit, nuk e kumulon po në erë sy e kështu. A vish nuk i shef që i prejnë kofsh të qka? Jo, se të shkona ja, atëre... Se kështu hongër djallën. Po, kisha me u bo vegan. Po nëse se djallët, nuk ki nevoj me prej lopën për me... Po dhe... Vish dur me mjel, po! Mjafton, mja morë që ata qumsht edhe... A është e vërtet që ke trenerat e fitnessit din me mjel lopën? Pa lidhje, që më ronë men që të tash. Nuk e di. Ben, se unë kom ushtru një animujt e te, edhe e lash se s'mujt, a? Po ke të thësh rruju se ki me vjell herën e por. A vjellën njerëzit herën e por në CrossFit o avishmet? Jo, A se vjell në kryesisht kësh? ka ndodhë që ka pas po shumë rrallë. Për shkak se na në radhë të parë, kur vjen një person i ri, e marrëm edhe bojna një test, apo Vjellë qoft, test, a vjella jem. apo qoft gjatë nxemjes mundu me pas se ku qëndron në cilin stat të fitnessit, gjo që në bazë të sajna dhe përcaktojna se cila ushtrime mundet mjë nënshtruaj, çfarë intensiteti dhe me çfarë kapaciteti, kështu që tani na edhe ja përshtatëm fizikusit apo përgatitjes sportive që ka. A kene naj kofe kështu që e moni për gjendje? Një kohë e kena veç për shkumës, se jo në në tjetër. Kesët halopi për të ne. Po. Në san tjetër që më ka ronë sy në CrossFit të te është që e kini elefant vizatun. Pse e kisha atë elefant? Së është elefant, po është rinocero. Rinocero, këtë tjetër kërka po. Po që të dalë prej kutisë, domthonë që është edhe si ajo që na e përcakton atë fitboxin, domthonë një kuti, fillimisht kur e kemi nis, u kanë me u qujt box, këtë crossfitat quhen si njihen si boxes. Kur e nisëm në fillim nuk kemi qenë affiliate, e një kustisht dushim diçka me lidh që ka të bëj me CrossFit. Po edhe këne ka pas kuptimin e dy fish që fitbox, një kuti që është hinë mbrana asoj kutijës edhe del fit. Edhe del si rinocero. Po, për me kanë, dhe thonë edhe një kustisht barë si kur rinocero. Pa brina, veç se me brina këtë. Veç një bri. Do me thonë shka një fitbox te beni dhe delni me brina. Për ndrysh edhe zhita rilnishë ushtran në CrossFit. Po, është Ka zëna pak për aftësit e zhita se e kena po në për TikTok, në për të Zhita është legend, sidomos e përket gjimnastikës, ai nuk e di. Ndoshta është një Bruce Lee i Kosovës, me thonë. A e kështë rrej Bruce Lee në zhita? Isha se. Në arta me qoke, e shkon ma i thot. E përshëndesim Zhitën, legenda. Benat një mon CrossFitin seks? Po. Për një me? Po. Se na shtu kena shef më ndërry ka pa. Përderisa është në mirë qenje, edhe se i ksen aty, kështu që pa dyshim që po.
kontribon. 50 euro ka muj, po ta bëj ma lirë. Sa kalje për Kur a puna te puna. A mendon që është trajt 50 euro muj, a mendon që është tamam, si çmim? Jo, është çmim shumë i lirë. Po, to e di që çdo. Sidomos po nëse bëhet në krahasime edhe kushtet që janë aty, edhe se çka ofrohet, 50 euro tash më llogarit, përderisa kinë mbi këshyret të trajnerit i bën që është çmim shumë i lirë. Po, normal. Sa edhe është çdo ditë që bjen janë 20 ushtrime. Po, nuk kena ndonjë limit, domethënë prej tonës dhe në premten me atë çmim është diçka, po nuk e di nëse mundet me pas dikon kësi çmimi përveç te na në Kosovë kam fjalën. Në studim kështë thonë që qofse janë dy partnera, burri dhe gruaja. Edhe njëri për të ne bën trupin e mirë, e tjetri jo, shumë është probabiliteti i madh i ndarjes. Qa po kërë të vërni mesëri, duke që të pyetje se ke pritet, që të shoku. Jo, që për sta edhe kërë ke thirë, këmë thonë, nuk du pyetje askur gjë, po jena ardhë me, për shkak se po, nuk është ma natyrale, nuk është një intervistë ku kallëzohen pyetjet, ma për para unë për veti, nuk e aplikoj me shku dhe kërkon nuk du me pas pyetje se du qa, po, këtu për këtu, për shkak se është edhe bisedë ma interesante edhe çdo herë është ma e mirë diçka që del, edhe ma origjinale që del aty për aty. Po, për një me, përgjithme në shto, menen që është probabiliteti ma e madh i ndarjes? Po, unë nuk jam profesionist që asoj fushë, edhe kështu që nuk muj me dhonë përgjigje. Po të kam e thirë na imë, kur në profesionist dhe të fushë. Ka, A ka ndodhë në CrossFit e jo mu martu në e kësh, mu njoftu që atë mu martu? Mu njoftu, po, martesa la, ka mundësi që na thirin. Ndo këtë krenore ka njoftu femnën mos ka bufsha në CrossFit. Po. Se po, krenorin e kena përshëndesim krenorin. Përshëndesim edhe Homzën që është një ndër atletët më të mirë të CrossFitit. Po është kampioni sot tash 4 fish po bëhet. bëhet. Dorës në CrossFit sot. Se kështu është të komedor thirrën në Shërën. Kur martohet. E ka bo më duket, po. A më interesant që në sen edhe të që e ki interesant është që rrën shumë ndur. E kini vetë në TikTok, do me thonë njerëz heni të Ben Clementi në TikTok, e ka një vetë do hecë ndur pej një burni deri të ku e kene aty të fitboxin të ambasada kanor, nuk e din. Të zonë ku apë jo në djathë mund të majtë. Po. Qa të vivje? Po, të shku. A ke hecë për në me aukon montosh, pak të pak. Kuptohet që normalisht që nuk u meca gjatë, po për me bo video nuk është që s'duhet me ecë edhe për shkak se ka disa. Edhe e kesh bo ndur të najtë. Peni. A kështë mujtë me najtë starë ndur qëtë? Po. Por zotë. Sa ki rekordin kështë? 2 minuta 20 sekonda. Për një me ki, ja. Po kam pas elitat e crossfitit, atletat, që kanë sfida 2 minutë për me qëndru. Edhe kanë qenë shumë të rrallë ata që kanë mujtë, se është diçka për shkak se është një hapësirë, mrena 1 metër katror që ti me mujtë me nejtë ndur. E në atë kohë e kom provu dhe kom mujtë me mojtë. Kone libër geniset për shto, jo? Nuk e di, nuk më pas ka shku me njerë. Prova e gjihen libër geniset, se dijet. A ka gjosën erë crossfiti me hi në olimpiadë për shembull, lëra olimpike? Nuk s'muj me dhon përgjigje për ta, për shkak se është edhe sport i brendum, edhe nuk e di se sa atletat e crossfitit a mujnë me fitu parë për kësaj pune. Atletat po, edhe atletat e crossfitit në atletat më të përgatitun. Po pa mujnë me jetu a mujnë me pos një rrugë të mirë. Po pa dyshim që po, ai që është fituesi i Fittest Man on Earth, ka një shumë madhe të pareve, kështu që disa miliona. Po për shembull ekipet crossfitit që paguajnë atletin për me marrë pjesë për tangara, po paguajnë sponsorshipet, ndryshme sponsorat e ndryshëm. E çfarë menimi ke për këta bodybuilderat që lyhen me vaj e fleksionatin aty? Edhe evitojnë kampion i botës. Më duket vetë evitojnë që ti. Shumicën komplot që kam shok, edhe është sport që nuk muj me folune për atë lloj sportit, po muj me të adhonat prej pikpamjes teme, menoj që
është shumë sfidë dhe shumë sakrificë me i kushtu një kohë shumë A të ka madhe, crossfit i fitnessin mal? po vetë crossfit është fitness funksional. Edhe ka një rritje shumë të madhe të crossfitin në krahasim me fitness. Na është edhe që ka puna grupore që Po, është edhe pak socializing, mu socializu, mu... Po, komuniteti është ai që ka bërë diferencën me krahasu me fitnessin apo gjimat e zakonshëm. Për shkak se në CrossFit ki një hapësirë që nuk ka limite aty, që është në gjem që ki një pajisje që ki me ushtru një muskull apo dy muskull apo varësisht cila maqina, ndërsa pjesa tjetër e trupit është pasive. Për dallim prej crossfitit që në crossfit e ki komplet trupin edhe në intensitet të lartë. Sa ata ka e mirë për seks. Çfarë menimi ki për trenerat e fitnessit që për shembull e ushtrojnë ose trenerat e crossfit ose whatever, e ushtrojnë një person edhe mani dolin pinë cigare jashtë fitnessit. Mu më duket që shumë kurse ja kisha e parë zoti trener. Po më ushtron mu këtu personal training. Edhe se të kryet po del bedhez një ashtë, që i të buga, pëtër? Nuk e di, nuk është veti e mirë, pire cigarës aty, po... S'po di qa me thonë në këtë farë, në qëfar përgjime edhe në këtë pyetje. Kjo është pak se hoxha, bënë që mos bënë që të bëjene. Nuk është pasqyre mirë. A ka standard këto për shembull për licencimin e trenerave? Federat s'ka të crossfitit, halo? Jo, nuk ka federat, edhe nuk e di se a mundet me u kriju, në gjë tillë përderisa është sport i brandum. Steroida a marrin njerëzit që merren me crossfit? Edhe ai e pro a kundër steroida? Jam kundër çdo herë, po e ki fjallën në generale apo a lejohen, për shkak se nëse ki në generale ka njerëz edhe që marrin steroide, ka edhe që bojnë crossfit, po nëse don me u përgatitë për me shku në gara atje, atëherë steroidet nuk ishin me kanë ndihmës për shkak se steroidet nuk e bojnë atë diferencën e madhe krahasu me përgatitjen tonë që ti duhesh me pas. Ti llogaritë në fond po, e vërtet ato që të mbushin, t'japin energji, t'japin një fuqi, po sa është ajo me thonë kontinuale me që është stabile, atëre për këta nuk më thonë që prandaj edhe mendoj që ndoshta edhe i ka side effects, efekte të anësore ka gjatë nuk pa dyshim që cilat janë do efekte anësore të steroide. Pa dyshim që po i rrezikon gjitha organet, të marr për parasysh çdo herë që çka do që ka zhvillim të shpejtë që ndikon që përthithet përmes kryesisht mëlçia është ajo që mas shumë ti rrezikohet. Veshkët ka mundësi për këta. A mund të troll flakt? Po. Po isha bët. Po. Nuk. Që regjia full flak. Bile ma ka qu sot një foto i shkon edhe rockere. Fort afra i kështë pos flak. Po, si të kesh aj grup, ben? Kena pos një grup Tetiva, ka pos emrin. Tetiva? Që e Tetiva foto i bjen kja komës, apo? Po, jenë ato ente e voglat gjakut. Që këmure grupin Tetiva? Ajo foto u realizu në 2005, në një koncert, rock për rock. A më që ata ti për të shumë i rock gitarës. Këtu këtë festivalin Kajak Fest, a më do këtë në litar me një komi bërshë gitarës? Po. Keni njerës këshirë edhe që të do me thonë, beni me një komë rrënë edhe i bjen gitarës në litarë. Shumë zara që a i litarë njëre. Po. Para në litarë. Më kanë në... Sot vynë mu përgatit me në litarë? Çështja e litarit, kisha me përshëndetu, është një artist shumë i njoftun në botën e teatrit në Evropë që është shqiptar, është Halil Gashi. Okej. Bile le të lyp dikush nëse don me pa, është artist shumë i kompletuar, ai ka një pari që ma ka mësuar qëndrimin litar. Tani masën e kom zhvillu edhe të marr pjesë në për trajnime ndryshme, tani më kam pjesë akademisë
të fitnessit amerikan, ku kemi pas që është njën për koordinim dhe balans ka qenë edhe diçka me zgjedhje që ka qenë edhe slackline apo litari, e qenë litar, so kemi mujti me ec apo me varju, me bë pozita të ndryshme. Litarit fort lëndosh, a vërtet? Varet që bjen gji. Me ro me krye pote. So kena e mas shumë din litarit? Po se ku madhve që për me kum ra disa herë, edhe mënu me bë ato, sikur qëndrimi në surf, me bë bouncing, me konsa ma elastik, me këshyrë se sa. Kina e si tjetër qështë që se dina njëre? S'pa di. Ju mënu sa ma shumë me konë sportist i përgaditën që me ato mbi pas 10 komponentet e fitnessit që i ka crossfitit të marrë parasysh, me ka me kondicion, me pas koordinim, balans, fuqi, qëndrueshmëri, tanë janë agility, accuracy, këto nëse përkthehen është Agilitet. po nështë do të me gusit çka është, për shkak se agilitet dikush që nuk është i fushës sportit, nuk e din. Thojnë është agil, kësha vëdën. Po agility është edhe ajo kur ti mundesh me kalu prej një ushtrimit në ushtrim tjetër që me shfrytëzuni sa ma shpejt me kalu. Do më thëmë me ki tranzicionin e Po, shpejt, do më thëmë... po, transition, Ke i bjen... transicionin prej ushtrimit në ushtrim. Po, accuracy është ajo tjetra që du të me kanë me mujt mi ba ball intensitetit të ushtrimit që ti je të ekzekutu. Ishtë të një të full Janisa më lodhë. Ben, ka diçka që s'të kon vetë edhe kështë dorë me thonë. Diçka. Na i thajnë, qaj kështë thonë një personi që pëdëm Janis crossfitit? Hajde nësi ja u bëj ma lire. Mos hop ko, hajde, për shkak se kime u knash. Përveç të mirave dhe ndryshimeve që kemi bërë te vetja jote, njëkohësisht kime kanë pjesën e komunitetit më të mirë në botë që kime u socializu sa ma shumë edhe kam të bë si kime kriju një rutinë dhe disa shprehi shumë të mira në jetën tonë. Unë menova që u thu hani mulla më s'pene cigare, po edhe kjo bën. Njerëz, unë ja u sugjeroj crossfitin me shku se për një me beni është një super djallë dhe unë për vete kum lënë mas një mujë, po jo shkani mas një Jo, për i lërë, së është mas një mujë, mas një javë. Mas një dite. Po. Ben, faleminderit shumë që ke në Shok Podcast, edhe shpresoj që të shkon marrë. Lutem faleminderit për ti, e vlerësoj ftesën, edhe ty inshallah shkon marrë këtë podcast. Qarën pja bujna. Po. Kusë të dorë kjo ke kejt me mu fisionikon, së dhe patë më safir. Arben Kelmendin, i shëndruar në Ben Klementi, është shumë e rëndësishme të ditë. Mos harroni mja bu follow njerëz, është super i trend, do me thunë në shka bën. Tatumëtore gjys ka nejtë vish me një kom, ama në shkollë fillore pa të dënu mësusja, krejt kjo pej me e shimi javën tjetër.